25 prill, mëshirë për të verbrin. Dhe kur dëgjoi se ishte Jezus Nazaretasi, filloi të bërtase të thotë: O biri i Davidit, Jezus, ki mëshirë për mua. Marku 10:47. Bartimeu i verbër ishte ulur në errësirë të plot. Ai mund të dëgjonte turmën, lëvizjet, zhurmën e njerëzve që flisnin. Ai mund të dëgjonte gumzhitjen që sinjalizonte se Jezusi i Nazaretit ishte diku atje në errësirë, por nuk mund ta shihte atë. Duke kuptuar se kjo mund të ishte e vetmja mundësi për të tërhequr vëmendjen e Jezusit, ai bërtiti nga dëshpërimi: O biri i Davidit, Jezus, ki mëshirë për mua. Thjeshtësia dhe qartësia e kërkesës së Bartimeut ishte dëshmi e besimit të tij. Ajo tregonte se ai vërtet besonte se Jezusi mund ta bënte atë që po i kërkonte. Me hirin e Perëndis, Bartimeu i verbër pa atë që u kishte shpëtuar njerëzve të tjerë të panumërt. Ai pa se në Jezusin mund të gjente mëshirën e Perëndis. Dhe kur Jezusi e trajtoi nevojën e tij, Bartimeu dhe të gjithë ata që e pan takimin e kuptuan se besimi i tij ishte arsyeja për shërimin e tij. Mirë po Bartimeu nuk gaboi kurrë që të mendonte se gjithçka që i duhej vërtet ishte shikimi fizik. Ja pse, sapo Jezusi i riktheu shikimin, ai e ndiqte Jezusin gjatë rrugës. Marku 10:52. Në këtë takim, shohim një mikrokozmos të gjithë ungjillit. Bibla e përdor shpesh verbërinë si një metaforë për gjendjen e vështirë të burrave dhe të grave. Për shembull, Apostulli Paul thotë: Perëndia i kësaj epoke i verboi mendjet e jo besimtarve që të mos shikojnë ndriçimin e ungjillit të lavdisë së Krishtit, i cili është shëmbëlesë e Perëndisë. 2 Korintasve 4:4. Dhe vetë Jezusi tha: Unë erdha për gjykim në këtë botë, me qëllim që ata që nuk shohin të shohin. Gjoni 9:39. Dhe më parë tek ungjilli sipas Markut, lexojmë se edhe pse dishepujt po e ndiqnin Jezusin, ata ende nuk shihnin dhe nuk kuptonin gjithçka që po u mësonte. Kështu që ai pyeti: Duke pasur sy nuk shihni? Dhe duke pasur vesh nuk dëgjoni? Marku 8:18. Atëherë, si u kthehet shikimi të verbërve? Ashtu siç ndodhi me Bartimeun, duke shkuar te Jezusi dhe duke i thirrur atij për mëshirë, duke kërkuar faljen plot dashuri dhe jetën e re që vetëm ai mund t'i sigurojë. Ju nuk do ta njihni kur Jezu Krishtin si një realitet në jetën tuaj derisa ta njihni atë si një domosdoshmëri. Kjo është një e vërtetë të cilën kemi nevojë që ta kuptojmë, në mënyrë që ta shijojmë ditën e parë të jetës sonë të re, duke ndjekur atë. Mirë po kjo është gjithashtu një e vërtetë të cilën duhet ta kujtojmë, në mënyrë që ta vazhdojmë jetën tonë duke ndjekur atë. Në çfarëdo lloj mënyre që të keni nevojë për mëshirë tani, shikoni drejti me sytë e besimit të dhënë nga Perëndia dhe thjesht kërkoni. Lajmi i mirë është se Jezusi ende dëgjon. Jezusi ende kujdeset. Jezusi ende ndalon. Jezusi ende tregohet i vëmendshëm dhe Jezusi ende shpëton.